Kolosi BBC akuzon shtetin grek për keqtrajtim të emigrantëve. Nuk është një akuzë do si do, është një akuzë tepër e rëndë dhe do t'ju them se përse. Është zbuluar sepse është bërë një hetim i gjatë që prej vitit 2022, sipas BBC-s, dhe kanë shkelur rënd ligjet ndërkombëtare. Ndërkohë BBC ka shkruar dhe sepse e kanë bërë buj tani në disa revista, gazeta, portale të tjera, edhe në Shqipëri lexova disa, mirë po shteti grek nuk është përgjigjur vetëm, pra në një konferencë stampe, vetëm Mitsotakis, që është ministri i parë. Edhe kryeministri ka thënë publikisht, pra që e ka pranuar, pa dashje e ka pranuar, do apo nuk do ta pranoj, por ka thënë publikisht që nuk isha në dieni për këtë, sepse me sa duket janë dhënë urdhra nga shërbimet sekrete. Tani çfarë ka ndodhur? Tregohet që një grup i organizuar mercenarësh të krijuar me emigrant nga shteti grek, pra vetë nga shteti grek, të paguar nga shteti grek, të paktën kështu thuhet sipas BBC-s, këta kanë detyruar shumë emigrantë që të dalin nga territori i Greqisë, ata që janë azil kërkues dhe banor që vinë nga, ose mirë emigrantë që vinë nga Afrika, nga Siria dhe nga vendet tjera. Dhe njëkohësisht edhe disa të fundit që kanë ardhur dhe nga Irani. Dhe problemi ka qenë që pse është bëretimi? Është bëretimi sepse njëri prej këtyre mercenarëve nuk e priste që të kishte një reagim të tillë. Ai mendonte se ishte diçka vetëm për të ndihmuar që t'iknin ata që ishin të parregullt. Mirëpo, me sa duket, e ka prekur rënd disa sjellje që kanë bërë këta mercenarët, sepse përveç se i kanë trajtuar keq disa prej tyre, edhe i kanë përdhunuar. I kanë përdhunuar, bile disa edhe janë zhdukur, disa i kanë shkuar dhe në spital, disa kanë ikur, me fjalë është punuar për këtë, që nga viti 2020 sipas gjasave, sipas BBC-s dhe këtij mercenari, që të dëbonin një pjesë të madhe të emigrantëve. Dhe pyetja ime është pse? Pse? Në një kohë kur ne dim shumë mirë që tani ligjet ndërkombëtare janë njësoj gjithandej, për më tepër Greqia gjendet në brenda Bashkimit Evropian dhe duhet t'i përmbushet disa rregullave të Bashkimit Evropian, njëkohësisht edhe të vetë shtetit. Dhe pyetja është pse? Shikoni, unë mendoj që është të themi të vërtetën, janë shumë nacionalist grekët, sepse këta e kanë treguar që prej vitesh, me fjalë që edhe kur ishim ne, shqiptarët, me fjalë hapat e para që kemi shkuar në Greqi, sepse ndonse u dha urdhër nga lart, u dha urdhër jo vetëm nga Vatikani, por edhe nga Amerika, që të mund të hapnin kufit për të pritur shqiptarët. Në hapat e para, pra në vijimet e para të shqiptarëve në atë kohë, nuk ishte siç u ndodhi më vonë, pra probleme të mëdha. Në fillim ishte shumë e thjeshtë. Bile na kanë hapur dy herë, them të vërtetën, edhe familjet, sepse populli e di shumë mirë se kush janë shqiptarët dhe kishin një marrëdhënie krejt ndryshe me shqiptarët. Më thoni ju që gjendeni në Greqi, është e vërtet apo jo? Sepse ka disa nga ata që jetojnë në Greqi që janë prej atyre kohrave. Dhe populli nuk ka asnjë faj, sepse populli gjithmonë ka ndihmuar, pra gjithë shqiptarët, por njëkohësisht edhe të huaj të tjerë, bile unë mbaj mend që edhe me marokinët edhe me arabët, me fjalë në përgjithësi kanë ndihmuar jashtëmase. Dhe pyetja ime është kush i nxit këto gjëra që të ndodhin këto incidente të rënda, sepse ky është një incident i rënd. Se tani do fillojnë që të flasin, do t'ju them pse do fillojnë të flasin. Shikoni, në Bashkimin Evropian ka disa rregulla që respektohen në mënyrë tepër të fortë. Çdo të thotë kjo. E pat çfarë ndodhi për shembull në Hungari? Ai që ishte politikani, që ishte 16 vjet në politik, e hoqën brenda një kohe shumë të shkurtër, sepse doli një tjetër që në një kohë shumë të shkurtër doli një tjetër dhe e përmbysi, që ky ishte Viktor, ishte në politik prej 40 vitesh, është në politik prej 40 vjetësh. E megjithatë, ishte kryeministër 16 vjet dhe pra në politik dhe në një kohë shumë të shkurtër, 3-4 vite, 5 vite maksimumi, e hoqën. Sepse rregullat janë strikte të Evropës. Evropa kërkon disa
kritere që duen përmbushur dhe në këtë rast ai nuk i përmbushi. Tani pse po e them këtë? Sepse në qoftë se do filloj një fushat siç e ka bërë tani BBC me Greqinë kundër Greqisë, që të futen edhe vendet tjera që të shkruajnë kundër Greqisë, unë do them që unë po ju paralajmëroj që gjërat do shkojnë keq. Për Greqinë po flasë dhe më vjen keq, sepse sidoqoftë unë personalisht kam vetëm përshtypje normale, të mira, sepse siç më ka trajtuar Italia, Gjermania, apo ku kam qenë për shembull, Zvicra, edhe vendet tjera që kam jetuar për një farë kohe, më vjen keq sepse edhe në Greqi kam jetuar normalisht dhe më vjen keq që në radhë të parë njerë për shqiptarët që gjenden aty, sepse nëse do të ketë probleme jo vetëm politike, por edhe ekonomike, sepse kur fillon një betejë politike, ajo kthehet në problem ekonomik. Dhe ndonse Greqia, për ata që nuk e din, e mori me një fjalë ndëshkimin e parë nga Gjermania. Gjermania i kërkoi mbrapsht, sepse ishte pikërisht ky, ata kërkonin që të dilnin nga Bashkimi Evropian. Dhe pikërisht sepse donin që të dilnin nga Bashkimi Evropian dhe kërkonin disa të drejta që nuk ishin në këto rregullat e Bashkimit Evropian, atëherë i thanë, kështu do t'im, po dakord thanë, dhe i kërkuan 260 milion, asaj ishin 260 miliard, mos gaboj, borxhe. Nëse nuk e mbaj mend sa ishte shifra, por i kërkuan borxhet dhe ata ishin detyruar që të shisnin, të jepnin borxhet një pjesë dhe të shisnin dhe disa ishuj. Pra, në këto raste krijohen incidente të forta dhe unë mendoj që ka disa brenda politikës greke që e bëjnë të qëllimshme këtë, nuk e di për çfarë arsye, por mendoj, them, ndaj doja një mendimin tuaj, ju çfarë mendimi keni? Si mund të shkosh kundër disa rregullave të Bashkimit Evropian tani në vitin 2000, duke filluar që nga viti 2022 deri në vitin 2026. Është shumë e rëndë. Për mendimin tim shumë e rëndë, dhe kjo nuk do të mbaroj me kaq, nëse nuk do shprehet populli grek, sepse është shprehur vetëm Mitsotakis, por nëse nuk do shprehet edhe shteti, unë kam frikë se gjërat do shkojnë keq dhe shpresoj jo, sepse sidoqoftë preket edhe Shqipëria, sepse është përbri, qoftë ekonomikisht, por qoftë edhe politikisht. Më thoni ju nëse kam drejt ose jo, pres komentet tuaja. Ditë mbar dhe ju që jeni ande nga Greqia, ju dua fort. Ju përqafoj, shpresoj çdo gjë mirë.